Një marshim proteste u mbajt sot në Shkup në shenjë solidariteti dhe dënimit të krimeve të luftës dhe rrethimit të Gazës. Qytetarët u mblodhën para monumentit Simfonia e Paqes, nga ku marshimi u drejtua drejt qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Organizatorët e marshimit nisma të gjithë për Palestinën theksuan se synojnë të ushtrojnë presion mbi qeverinë që të ndërmarrin hapa konkret kundër pushtimit dhe gjenocidit izraelit. Sot jemi mbledh këtu që të japim një farë mbështetje për krahje shtetit, popullit i cili një vit e tepër, përjeton një farë gjenocidi. Nuk bëhet fjalë, neve nuk kemi dalë këtu të ndajmë dallimin a bëhet fjalë për lufta jo, por duke e pas situatën e fundit se si ndalohet flota, me njerëz humanitar të cilat çojnë ndihmë mjekësore, ushqimore, kështu me radhë. Canat gjithashtu tha se nuk mundemi ta ndalojmë luftën, por së paku të dëgjohet zëri i tyre gjithandej, që të shohin se edhe në Maqedoni përkrahet populli palestinez. Овој момент е вистинскиот суден ден кога нашиот внатрешен морал е пред испит. Дали сме навистина луѓе? Дали имаме чувство на емпатија? Дали можеме да спиеме мирно кога невини деца се убиваат? Другарки и другари, народот во Палестина е затворен во појас кој е блокиран, без пристап до храна, вода, здравство и образование, додека надворешни сили контролираат кој ќе живее и кој ќе умре. Луѓето во Палестина веќе 8 децении живеат во свет на смртта. Fjalimet prekëse dhe brohorimat për një Palestinë të lirë nuk u ndalën pothuajse në asnjë moment. Besojmë se Gaza dhe Palestina munden të jenë të shpëtuara përmes intervenimit internacional të aktivistëve nga e gjithë bota. Urgjentisht, kërkojmë lirim të 462 aktivistëve, të cilët këtë ditë u kidnapuan nga ana e ushtrisë sioniste vrasëse. Marshimi përfundoi përpara qeverisë me thirrje për njohjen e Palestinës dhe veprime konkrete politike.